Atëherë, i kthehemi në këtë minutazh që lidhet pikërisht ja kemi thënë kësaj ngjarje, sepse nëpërmjet këtij prizmi mundohemi të kuptojmë dhe vetë, se thosh, e parë të shmitizojmë këta të mëdhenj, sepse njerëzor janë dhe ata në intimitetin e tyre, e dyta kuptojmë dhe ne vetë se ku jemi në raport me shoqëritë e zhvilluara. Unë mendoj që për shembull po të ndodhte në Shqipëri që gruaja një politikani shqiptar, nuk e të marrim një politikan shqiptar, kemi kuraja ta marrim ta shtyp gruaja kështu. Ta shtyp gruaja. Emrat përveç bëj Macroni s'ke të bëm cop. Po mirë, Macroni e kemi me zë me figurë. Ne po mirë, po dhe se emancipohemi ne shqiptarët. Kjara, nëse një politikan shqiptar do hata të shpullën nga gruaja e tij duke zbritur nga avioni ose diku në vend publik, çfarë do bën ai? Po kishte i mosur do bënte të njëjtën gjë që bëri Macroni, por me që ne kemi shumë dhe pejorative të shprehjen e rau gruaja, nuk e di se çfarë do bënte. Do jepte fund politikës me fjalë. Do dite, do thoshe, ikëm të që trafik gruaja të tjetër. Po me këto politikanët e ri tanët janë më elastik. Nuk e di nëse do ta bënte një grua shqiptare këtë. Po, tani ky është problemi, se një grua shqiptare ka më shumë, e di vendin e vet, është më zonjë, apo është më e nështruar? Sigurisht që është më e nështruar. Më e nështruar? Ose unë do të thoja është më bashkëpunuese. Është më e nështruar, thua Klara? Unë them është më e nështruar, por të kthyer te Brigida, mund të themi për shembull që në qoftë se ajo ka pas një lloj frustracioni për çfarë ka ndodhur në avion gjatë këtyre 16 orëve, sepse aksidenti ishte që e kapi kamera, por në fakt ajo e shtyti para ekipazhit. Pra ajo nuk e pati problematik ta shtyte para ekipazhit. Problemi erdhi sepse u kap nga kamerat dhe doli jashtë avionit presidencial. Kjo tregon që mund të ndodhur diçka këto 16 orë që atë si grua e ka frustruar, dhe them gjithmonë që këto janë spekulime dhe nuk janë duke e justifikuar atë, sepse ai gjesti ishte pak i fortë dhe nuk duhet të ndodhte, por në një gjendje frustrimi mundet që të ketë patur një lloj përbuze, siç e tha edhe parafolsja e tij. Elida e tha për Melanin me Trumpin, pa qëtë. Po pëse qa mund këtë bërë ai tani ai? Qa mund këtë bërë në aeroplan? Se bërë e hape një kështu, hape një... Po, nuk di se çfarë ka ndodhur, mundet të mos jenë dakord për agjendën. Për shembull të marrim një shembull. Macroni erdhi në Shqipëri në datën 16 tetor dhe themeloi një qendër kulturore në shtëpinë e ish diktatorit. Po. Dhe vetëm gjë që tha ishte që është e guximshme. Është një akt shumë i menduar politikisht. Tha që, domethënë, është diçka e guximshme, kështu e karakterizoi. Por tani të gjithë ata njerëz që janë persekutuar në Shqipëri dhe që nuk janë dakord, shpun ka presidenti i Francës për vit të inauguroi në 16 tetor një shtëpi kulturore në shtëpinë e diktatorit, ndërkohë që shtëpia e diktatorit do ishte më mirë të bëjë një muze. Po marr vetëm në çështë zonja e parë, nuk mund ta interpretosh edhe përmbys që presidenti i vendit më të lirë të botës ose më demokratik të botës, pikërisht në datëlindjen e Verogjës, që është 16 tetori, vjen dhe bën qendër për demokracia duke qenë shtëpia e diktatorit. Mund të ta përmbysim konceptin. Jo, nuk është qendër për demokracia, është qendër për art. Art Explora është qendër për art. Kulturin të bëjnë art. Është pasaporta më e bukur që ka bota. Është ajo që përfaqëson qoftë disidencën, qoftë kulturën, qoftë emancipimin. Ndaj mund të shledzohet në disa forma kjo.
Është edhe për shkak të raporteve afatgjata ku ish diktatori Enver Hoxha ka studiuar në Francë, është brumosur edhe me koncepte liberale dhe libertine njëkohësisht të Francës së kohës dhe dinte dhe aspektin tjetër dhe ndoshta duke njohur edhe ata anë të errët. Tani, padasje bie në ato analizën e Klara, sepse Klara thotë pikërisht kjo duhet të dilte. Kjo del pastaj në atë pikërisht fryma e kundërt, pra nga gjithë eksperienca e tij, ai kthehet në diktatorin që ishte, pra duke ngritur ato muret e larta të Shqipërisë radikale dhe Franca si një djep kulture në gjithë dimensionet e veta përmes artit, që është liria absolute, le të themi, shprehja absolute e lirisë, e inauguron në shtëpinë e diktatorit. E lexon në shumë forma, nuk do të thotë që është vetëm një vështrim. Nëse më lejoni, mendoj se është vështirë ta komentosh kështu, për faktin se në atë shtëpi ka jetuar një njeri që ka marrë vendime për të vrarë, për të ekzekutuar poet. Nuk ka aq shumë shtëpi të tjera për të bërë qendra të artit. Aty po festohet arti i rinisë shqiptare. Nuk më duket, gjëja më e mirë do ishte që të bëhet si shtëpia e gjetëve, të bëjë një shtëpi muze, ku njerëzit të vinin dhe të shikonin si ka ruajtur diktatori. Klara, koncepti jotë është shumë i qartë, por jemi jashtë teme, mund ta trajtojmë në një emision tjetër. Pikërisht desha të thoja që në qoftë se zonja e parë nuk është dakord me agjendën e Hanoi, mundet që ka zbuluar agjendën aty dhe ka pasur një lloj frustrimi. Ti thua politike. Ti thua politike. Okej. Edhe kjo mund të jetë. Okej, edhe kjo mund të jetë. Dakord. Megjithatë unë them, kjo që ndodhi ishte një gest pasioni lart apo një gest se ti në fakt se ke provuar një, po jo, po... Se ke provuar një të martohesh, i kësha vjerë. Jo të traj gruaja, jo. Nuk ishte kishë. As gruaja, nuk akoma. Po pres, në fakt. Po dhe të drejtojmë si kandidat... Kam përshtypjen që është riedukimi si gjest. Nuk ka... Ska asnjë pasion aty. Nuk ka pasion. Jo, nuk ka asnjë pasion aty. Po pëse thuat në një fjale e të mërshme shqipe që thot më rref, më do. Po, edhe pastaj fillon dhe me lule Margaritër, më do, s'më do. Nuk është, ajo qëtë Brigitte, nuk qëtë Margarit. Kështu që thjesht do ketë bërë gabime së fundini, Emanueli. Ja, një nga gabimet, si shtot edhe zonja Klara, është për mua, edhe unë nuk e mendoj atë, me qëse jemi jashtë temës, po unë jam dakord, nuk s'ka asnjë punë. është si të shkoj në një Rus, të shkoj Putinit tani edhe shpinë e Hitlerit ta bëj qendrarti në Berlin. Në Berlin jo, po rezidencën e tij. Do me thënë, kështu është, njësoj. Thua tani, prito vlaq, ç'pun ke? Do me thënë, është... Ka bërë së fundmi disa lëvizje të gabuara, edhe si duket prandaj është... Përpiqet ta risjell në vete, Brigitte, siç ka bërë gjithmonë. Unë mendoj që është diçka e brendshme midis çimit. Mendon që është pasionante. Në fakt, unë e shoh në anën psikologjike si një veprim, reagim mbi reagues në anën emocionale. Overreacted, i themi ne. Dhe një moment nervozizmi që mund të ndodhi zakonisht çdo çifti në një marrëdhënie, kështu që nuk e shoh kaq shumë të rëndësishme dhe ajo që më bën shumë përshtypje është sepse gjithmonë opinionit i interesojnë histori të tilla. Për shembull, ka qarkulluar kaq shumë ky lajmi. Mua tani pse e bëra tem? Jo, se po më akuzon. Jo, absolutisht. Po tani dua ta them atë qendrimin. Do përgjigje? Dua ta them atë qendrimin tim. Do të mbaroj unë qendrimin, pastaj ta kuptoj se çfarë duhet të them. Dhe i ka interesuar opinionit publik për shumë gjesti ti. Jo kur qeni kapson njeriu, por kur njeriu kapson qenin. A ishtë lajmi? Dakor, tani mund të ambarosh. Po flasë në përgjithsi, unë embarova gjithsesi. Po jo, nuk u dëgjove, filloj nga qëndrimi. Ishim një kosisht në një të nko. Kam 2 mikrofona, ke ka bjetë. Qëndrimin ti me thash, dhe
më bën shumë përshtypje që opinioni publik patjetër intereson kaq shumë një veprim i tillë ose po themi japin për masa kaq të mëdha, se sa në fakt se sa gra mund të vriten, se sa mund të jetë i zhvilluar fenomeni i dhunës. Po kjo është gjë tjetër. Këtu vriten gratë dhe njerëzit nuk reagojnë. Po është gjë tjetër. Po flas për komentuesi, po flas për Komentuesi janë opinionin në mbar publik. botën. Dhe Problemi ka nuk është qarkulluar vetëm kaq opinion shumë publik lajmi shqiptar, është opinion i publik botror ky. Macronit, sa që Po i Macronit sepse flasim për një individ i cili përfaqëson një nga superfuqit e botës, Franca, dhe jo do si do, në një kontekst politik shumë problematik, në të cilën, në subkonshin e se cilit, dhe jam e bindur për këtë, zhvillohet ajo ideja që nëse ky individ, kjo figur, që po vendos fatin, a do të shkoj në luft një Europë të tërë, e cila armatoset, e cila pret buxhetin e shëndetësisë, pret buxhetin e arsimit, pret buxhetin e mirëqenies sociale dhe i çon për luftë, e rre gruaja në shtëpi, gjithse cili thot i sekond se çfarë Jo në sy të botës, qa në shtëpi? Jo, e rre gruaja. tani varet se ka qenë ai moment se ne po gjykojmë, ne po gjykojmë Dhe një jo, momenti nuk është një moment, jo, nuk është një moment i shkurtër, sepse reagimi më passhëm i Brigidës, i mamit, bashortes, mami, zyshës, Po jo, të gjitha ashtu të gjitha bashkë, është gjithë kompleksi e Edipit aty. Figura poliedrike Aty ke gjithë kompleksin e Edipit. është e tillë në të cilën vazhdon qëndrimi i saj, pavarësisht se ka kamerat. Ai prap mundohet të ruaj Francën, të ruaj fytyrën e Francës në ato momente, nuk është figura personale e tij, se po zbret shkallët presidenti i Francës. Është një qëndrim për të vlerësuar. Në një shtet, pati iku ky, Macroni e bëri detyrën e vet. Ajo vazhdon në qëndrimin e saj, e cila refuzon të rimarr kontrollin e vetvetes dhe vazhdon me inatin e gruas. Se tash ne njohim inatin e gruas që është më e furishme se e 100 burrave po që puna, apo dhe 1000 burrave. Por është një fenomen që ndodh dhe fakti që ka ndodhur publikisht në këtë drejtim. Nuk është se ka ndonjë dallim, por morëm në paralelizëm prandaj gjithë opinioni situatën e publik u Trumpit mor me New York bashkëshorten e Times, tij. u mor La Repubblica, u morën të gjitha The Sun, të gjitha mediat ose gazetat e shtypit të shkruar barbotrore, duke analizuar diçka që ul Francën, jo individi, nuk më lidhet më me individin, është figura e shtetit, ka më të fuqishme që ai përfaqëson, më fal, prit, një sekond. Zhbëhet. Në qoftë se, prit, Francën nuk e përfaqëson Brigitte. Jo Brigitte, Macron. Francën e përfaqëson Emmanuel Macron. Për Macronin po Dhe në qoftë se flasim për ulje apo për ngritje, pikërisht aty e ka lartësuar Francën Emmanuel Macron, sepse me gentilesën e tij ai nuk reagoi. Po s'kishte se si nuk ka një burr francez, një burr italian, nuk reagon. A e mban mend? Por ne nuk e dim çfarë do ndodhte. Trumpi bënte këtë lëvizje te Melania kur doin t'i kapte dorën i bënte këtë. I bënte këtë. I bëri 3 herë kështu. Po, e kemi parë, ka bërë 3 herë këtë. Po, i ka bërë 3 herë këtë. Pra, ka qenë e kundërta, prit. Ka qenë, domethënë, ai tregoi maskilitetin e plot. Kurse këtu, okej, më të shikoj, them unë shpesher me shaka, dakord, në rregull. Po, me qenë se përmendë shtetin francez, në fakt, ai aty lartësoi demokracinë franceze. Jo, e ka lartësuar, jo. Për pjesën etike. Po, sigurisht, po patjetër. Ai është presidenti i Francës. Ai nesër merr divorc, po vazhdon të jetë presidenti i Francës, nuk është Brigitte, presidente e Francës. Më fal, i votuari është Macron. Padyshim, ama ajo që e drejtoi ka shtetin e Francës, me sa po dëgjoj në këtë studio, që s'bie dakord, se u tha disa herë me agendën, në First Lady, që është shoqërusja, por nuk mund të ketë zë në politikë, parimisht paktën, na nuk diskutoka dhe bika dakord apo mërziteshka me agendën politike të bashkëshortit që është e një shteti. Ka diçka që nuk shkon këtu? Ne nuk e dim përse është bërë sheri. Janë amendësimet tona. Enida janë amendësimet tona, po ne nuk e dim përse është bërë sheri. Sheri mund të jetë bërë edhe për gravatën, se ka vënë një gravat tjetër apo ngjyrë tjetër, e kupton? Ne nuk e dim ata. Mesazhi që u përcjell dhe pse u theksua kaq shumë, u qarkullua kaq shumë. Në fund Macroni tregoi që vërtet është presidenti i shtetit që ka kryeqytet atë që quhet qyteti i dritave, Parisin. Po pse ti po tishe kushdo burr tjetër që në moment i hapet dera dhe ka gjithë atë çdo po do të shkote. Jo, varet çfarë refleksi ke ti. Varet çfarë refleksi e mësu. Atë se di. Mund të kërkonte të mbyllej dera sërish e avionit. Atë është refleksi. Mbyllej sërish dera e avionit, edhe dilte vetëm. Edhe ja veshte ngrusht. Po, bindu për shembull që mos guxon një iti apo i lajrit atë. Se vjen,
Lariti e ka treguar në eksperiencën e tim Big Brother se ishte shumë gentil, kështu që respektues. Po dite që gjëroja aty se Larti ndryshe nga tjerë duke rronda asnjëherë pranin e kamerave. Ky është problemi që nuk dini nga sekretet. Jo se do tjerë të harron e s'ka harruar asnjëherë. Enika, një pyetje kisha strukturalisht. Në çfarë fazë është karriera e Emmanuel Macron? Është zgjedhur dyre presidenti i Francës? Ka kufizim presidenca? Po, ai mbaron tani për 2 vjet dhe nuk mund të rizgjidhet më presidenti i Republikës dhe mendohet që do të kërkoj një post në Europë si europianisti i dalluar që është, por sigurisht që ai do të vazhdoj sepse shumë i ri për të dalë në pensionin politik të themi. Dakor, atëherë pse një grua si Brigjida i thotë nëse është i saktë leximi i atyre buzëj mund të thotë humbës. Çka ka humbur? Nuk besoj që i ka thënë humbës dhe sikundër ca dhe Klara Minabër nuk do me thënë humbës, thëmë fytyrë e keqë, apo një diçka e tillë. Poshtërsi. Jo poshtërsi, do me thënë, min vjen nga fytyra, do me thënë një fytyrë e shtrëmbur. Ma thuaj në frëngjisht që i ka thënë? Zgaravin. Si zgaravin, apo një diçka e tillë, një fytyrë zgaravin, me thënë. Ose ti maskara që e themi në Jo maskara, nuk kuptimi negativ. Jo në kuptimi negativ, po shpreh, shpeshherë përdoret, ore ti maskara, po nuk është. Ku e ka Brigjidën e bukur? Macron e syll, një Tereziu, ç'është kjo? Zysha e ose. Po punojnë këto apo s'punojnë këto pamjet tona këtu anësore? Keni lënë vetëm Macron plays down a friend show wife-in. E ke nga pas, luet nga pas, ke në lup nga pas. Jo, po si pse luet nga pas. Gjithkohën, po, të merr. Problemi është që një vëmendje kaq e madhe sigurisht që kemi më fal, shiko, këtu kemi spitalerojmë pak me Lartin. Dëgjoj, kemi ndrim të kakjeve. Do të thënë ka qenë pralla e bukura dhe bisha, këtu i bie është i bukuri dhe bisha. Tonë kështu i bie. Po nejse, Franca i ka treguar egalite, liberté, fraternité. Dhe gustibus non disputatum est, kështu që jemi në rregull. Jo, kjo do nëse mund të them diçka, mund të thuaj gjithçka. Po. Në fakt shumë francezë, përsi edhe unë vetë si shqiptare, ka votuar Macronin në mandatin e parë, pikërisht sepse ishte kjo histori pak si conte de fées, i thonë francezët, që e kishte përmbyshur traditën. Gjithmonë kemi parë mishkuj të pasur që marrin vajza të reja dhe këtu kishim të bënim me një lidhje intelektuale të themi që mosha nuk ndikonte. Edhe ishte si një lloj ideali, po shumë njerëz. Por pjesa e mbrapsme e medaljes është një mësuese nuk mund ta është shumë vështirë të i kaloj rolin e saj. Po. Dhe kjo përbën problem për mendimin tim, sepse duke qenë se kjo lidhje vazhdoi, normalisht nxën që emancipohet nga mësuesja. Mirë, po kjo lidhje martësore bëri që nxënësit e mësuesja janë gjithmonë bashkë. Kështu që nga momenti që Macroni merr një vendim, qoftë edhe të gabuar, që nuk është ai që thotë e mençura Brigjit, gjithmonë do krijohet një problem. Do duhet një lloj emancipimi shumë i madh i saj që ta lojë atë të rritet. Tepër vonë. Është një kompleks. Tepër vonë tani, është tepër vonë. Sepse ai është bërë president, nuk ka çfarë lidhje më tepër. Në planin personal do ketë kota. Po, më shumë se president s'kishte çfarë. Macroni kur u zgjodh president faktikisht bëri një deklaratë dhe tha që unë këtë fitoren time ja dedikoj Brigjitës sepse ajo ka ndikuar shumë. Po kjo lartëson Macronin sërish. Macroni lartëson kjo sërish. Ndërkohë kur ka qenë në kampanja presidenciale e parë, Brigjida filloi të merrte një rol shumë aktiv gjatë fushatës dhe kjo konsideruar si e dëmshme për Macronin dhe u mënjanua nga fushata elektorale, por në momentin kur ai fitoi deklaroi që
kemi të bëjmë me një, më thënë unë ja dedikoj pasi ajo ka qenë shumë frymëzuese dhe përmend edhe gjëra të tjera që ajo i ka krijuar mundësitë për të krijuar lidhje të rëndësishme me figura të rëndësishme të politikës, ekonomisë dhe shoqërisë franceze, sepse ajo është shumë e integruar në jetën sociale, më thënë, të lartë franceze dhe i ka hapur shumë dyer Macronit, kështu që kaluam minutazhe, po kemi edhe 2 minuta. Po më kujton, më falë se tash duke dëgjuar Kujtë me falje publikut apo e një? Një të fundit, nëse më falë për diçka, nëse mund Më kujtoj të kuqen dhe të zezën e Stendalit dhe Belamin e Mopasanit. Besoj se zysha më kupton për mënyrën e salloneve dhe trajtimit. Faktikisht në Francë nuk është në një çudi e madhe që gratë janë më të mëdha se burrat. Madje është si tip trendi që po të shikosh, gratë janë më të mëdha se burrat dhe pa gjithmonë ka bërë përshtypje kjo. Kur kanë të njomë. 15. Jo domosdoshmërisht, por kjo konsiderohet si një lidhje shumë normale. Sigurisht që ky rast është pak më i egzageruar sepse ka 24 vjet, po 5 vjet, madje edhe 10 vjet nuk quhet problem. Atë, unë them që për ta mbyllur dhe keni vetëm nga 30 sekondë që po e mbajtë dot. Për ta mbyllur kemi 2 president. Kemi një si Emmanuel Macron që folën gjithë kohës, dhe sigurisht njëri që atë që përmend shumë do dhe shumë ore. Se mua më pëlqen duke shumë king ai. Dhe për shembull Sarkozy, Nicolas Sarkozy që përmendi fillim lajeti, me një supermodele yll si Carla Bruni. Tani që ka dhënë dhe koncert në Butrint. Dhe këto kanë konkuruar, dhe ti ishe aty, e dim dhe këtë, kur ajo ishte aty, për tani, një minutë. Tani, imagjino sa forcë ka pas Macronin që ka mundur Sarkozyn, që kishte Carla Brunin, pra këtë yllin, dhe i kosisht, këtë ishte krah Brigjitën. Po ka mundur Hollandin, jo Sarkozyn. Mirë, me Hollandin, dakor, po du më them, po bajmë 2 raste, pse Hollandin si e kishte? Më keq akoma. Do të thotë se Hollandi ishte vetë si pse fitoi. Hollandi përsa i përket probleme familjare është një histori më vete. Është histori më vete, shkonte me skuter natën, ke dashnorja, ikte shërbime sekrete, ora aventurat franceze janë pafund. Bashkëshortet të themi të pa martuar me martesë civile, Ségolène Royalin që ka 4 fëmijë dhe pastaj u lidh me një gazetare me cilën fitoi dhe presidencën. Dhe në mes të presidencës shkonte me skuter tek ajo me cilën është martuar zyrtarisht. Nuk e pra do të po pra, kjo është la vie en rose. La vie en rose dhe nuk e mori njëri për të keq. Jo. Një grua si e mbyll lart, një grua si Carla Bruni apo një grua si Brigjita? Për një jetë suksese, nuk u flasim se sigurisht që gjithë thonë Carla Bruni. Jo, me që ti e Tani më pyet si Macron apo si Nicolas Sarkozy? Jo, si Laert, si beqar. Jo, si Laert do thoya më mirë një grua si Nora Kelmendi për shemb. Si Nora Kelmendi. Okej. Tash s'mund ta bëj grave se si pyetje për grup, po doli përgjigjon. Ti si e mendon? Më mirë Carla Bruni apo Brigjita? Unë mendoj që në dashuri gjëja e parë që njerëzit zgjedhin nuk është pikërisht kjo. Kjo është diçka që vjen pasi ndjenjat janë krijuar, pasi pëlqimet janë vënë në lojë. Kështu që mendoj që me kalimin e viteve njerëzit duan të zgjedhin diçka të ngjashme si vetja dhe ku ka më mirë se të gjesh partnerin të ngjashëm me Nuk dua ta bëj këtë ndarje dhe ta them këtë specifik sepse nga natyra jo, unë nuk gjykoj asnjë formë raporti sepse dashuria nuk ka dhe nuk njeh mosh, fe, ngjyrë, komsi, asgjë. Dashuria është dashuri. Po dhe Laerti është Laerti. Dhe vazhdojmë. Enida? Carla Bruni, ndryshe nga çfarë është 30 sekonda, ndryshe nga çfarë thuhet është një grua jashtëzakonisht e lexuar dhe ka frekuentuar gjithmonë këto sallonet e larta dhe ka qenë e martuar me një nga filozofët më të mirë që ka Franca, të paktën unë e konsideroj nga më të mirët bashkohor, dhe ka ditur të përdori inteligjencën duke shfrytzuar bukurinë. Ndaj nuk është aq
Mendoj që se ndihmojnë dot shumë Sarkozin në ato akuzat për Sarkozy ishte korrupsion, për korrupsion, ose kanë zgjitur për bërë më shumë korrupsion që kede. Nuk besoj. Po, ndoshta. Klara, ta mbyll me ty, Brigitte apo Kalabruni, me që janë dy kështu? Janë dy ekstreme, Po prandaj i vura në kompeticion. por dashuria nuk ka kalkulim, nuk ka llogaritje. Okej. Ajo që më çudit është se të gjithë këto njerëzit e fuqishëm përfundojnë me një bukuroshe 30 vjeç më të re. Ajo që mund të sillte diçka si risti është pikërisht që nuk është pamja jashtme ajo që ka ndikuar tek Macroni, por është inteligjenca të themi dhe një lidhje shpirtërore. Faleminderit Klara, do ta mbyll. Me po apo jo. Faleminderit Klara, kjo lartëson pra Emmanuel Macron. Dhe unë mendoj që ai që është lexuar në të gjithë kronikat e zezës disfavor, në fakt është një favor shumë i madh për këtë person. Qoftë edhe që ka parë se tu është njeriu, ka qenë një këngë realizm socialist. Po, zgjodha njerin. Harova flokët sytë dhe emrin, e më në zgjodha njerin. Pra ka zgjedhur njeriu dhe bitë gjitha është treguar një Po gentleman. duhet ishte Macron ta kuptojë këtë, tani s'mund bëhemi. Faleminderit Aurela Galliu, faleminderit Ina Bozhegu, faleminderit Lart Vasili. Vive la France. Genial. Vive la France. Te themi të gjithë, vive la France. Vive la Mirupafshim.